Përshëndetje, mirëmëngjesi në 069-613-649 që është numri në ekran, aplikacionin WhatsApp është më mirë për ishte të bëni pjesë të programit me zë dhe me figurë. Urdhëroni, çështje le të themi të nxehta nëse mund t'i quajmë këto zhvillime. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi. Të lutem, mbaj pak mirë telefonin, diku aty, ose largoheni pak edhe ju dëgjoj, komunikojnë vetëm nëpërmjet telefonit. Uleni zërin e televizorit. Televizori është në zero. Jemi në rregull, më thuaj. Aty në ekran ku është duke fol tjetër njeriu. Po në ekran je ti që qofsh me shëndet e të kesh jetën e gjatë. Shiko tek telefoni shikoni. Aty për balë, po, më shiko drejt e në sty. Jo televizorin, po. Unë lexoj aty për problemin e pallugut. Po mirë, ky spaku tash, pse dërgon këto të vjetë të rejat në përgjykim, dhe ato të vjetrat që janë në proces, as nuk ndihen fare. Mos ndoshta ky spaku është kapur nga opozita. Se dim, nuk e dim tani. Se e bëre pyetje në këtë mënyrë, sigur të kuptoj. Të kuptoj mendimin edhe dyshimin. Po Andi, po ju jeni gazetari i vjetër, më vëllai. Edhe një farë mendime mund ta jepni. Ju dëgjoj. Unë këtu jam për të dëgjuar ju, për të diskutuar, ndoshta pak për të ngacmuar në thonjza edhe për të dhënë mendime, kështu që më thuaj. Sot ata do dalin në protestë. Po, në orën 5 pas dite, po protestë kombëtare, kështu është cilësuar do dalin, po. 5 pas dite. Po unë jam në Itali, se nuk jam i disponueshëm. Po pam edhe atë tjetër në protestë dhunshëm, dhe ka policia nuk e di çfarë bëhet atje. Je në Itali, po si ishin bërë sa protesta në Itali? Duket kundër këtyre lureve olimpike që dimrore që ishte dhe pas në Milano. Në Milano, po si ishin bërë atje protestat, me lule? Shpenzohet nga buxheti i shtetit. Këtu ishte tema. Mirë, diçka për ta mbyllur që të mos të mbetet merak me që telefonon edhe nga Italia? Unë desha të merja një mendim nga ty si gazetari vjetër, Andi. Të falenderoj për vlerësimin, por unë më së shumti në fakt di të pyesë, jam mësuar të pyesë sa të jap vetë mendime. Të përshëndes për telefonatën, të përshëndes